Nelson hysa sonde në Shkodër, një ceremoni të veçantë të festës pavarësisë me pjesë në kokë, dukesh si përfaqësuesi më i mirë i Shkodrës edhe në arenën ndërkombëtare, pikërisht me sportin e boksit. Faleminderit Gjergj, po ishte natë në fakt emocionuese. Kam kënaqësia jeme të kthehem në Shkodër në vendlinjën time, sidomos për këtë festa, ku për festën e flamurit, ku ne mundona me ngrit sa më lart flamurin në Shkodër, janë të dy simbole që nuk i ndaj njëra nga tjetra. Dhe në fakt e kemi nderuar ashtu siç duhet edhe Shkodrën dhe Shqipërinë, renditjen në vendet më të pëlqyeshme në majat e rangizës botërore. Po, faleminderit Zotit, gjithçka ka shku mirë, bashkë me stafin, bashkë me gjithë shqiptarët, bashkë me mbështetjen e gjithëve, deri tash ka shku gjithçka mirë. Shpresojmë që të shkojmë edhe vende më përpara e të shpresojmë deri në titull bote. Të jesh në vendin e katërt në botë, besoj që është një krenari e madhe, jo vetëm për Nelson Hysin, por për Shkodrën dhe për Shqipërinë. Unë ne jem krenar, ne jemi lumtur që kam bërë sa më shumë shqiptar krenar, e shpresoj që të bëjmë sa më mirë krenar e të përfaqësohemi me titull kampion bote. Çfarë presim së shpejti nga Nelson Hysa? Atë si që thash, nuk e shoh afër, them vërtetën, duhet i punë e madhe, normalisht prej stafit aq të madh që ne po punojmë, që të sjellim për herë të parë një titull kampion bote në Shkodër, në Shqipëri. Dhe shpresojmë me bashkëpunimin me Zotin, me kryetarin e bashkisë Zotin Benet Beci, shpresojmë që atë nesër ta zhvillojmë Shkodër. Jeni shprehur pak ditë më parë një intervistë në nga mediat e kryeqytetit, po flitet shumë për kampionat botët, por në fakt Shqipëria nuk është se ka kampionat të tillë. Gjergj, sa ndesh natë festive, ne takon me festu, po ku do të më vu pikat me i, ne takon ne me vu, jena sportista, jena profesionistë të këtij sporti. Shpresojmë që një nga shqiptarët, unë ose kushdo tjetër nga çunët që është në boksin profesionist, sjellin për herë të parë një titull kampion bote ose të luftojmë për titull kampion bote.